Kush janë top 5 lojtarë shqiptarë që kanë pasur të ardhra më së shumti gjatë vitit 2024? Në pozitën 5 gjendet portieri kombëtare së Kosovës, Arjanit Morić, i cili ndryshe është edhe portieri i skuadrës angleze Ipswich Town. Ai gjatë vitit 2024 ka fituar hiç më pak se 2.2 milion euro. Ndërkaq që në pozitën e 4 gjendet futbollisti i skuadrës së Interit Kristian Aslani. Ai gjatë sezonit 2024 ka fituar hiç më pak se 2.7 milion euro. E në pozitën 3 është futbollisti i skuadrës së Napolit, ndryshe edhe kapiteni kombëtares së Kosovës në futboll, Amir Rahmani. Amir Rahmani gjatë sezonit 2024 ka fituar hiç më pak se 3.1 milion euro. Kurse në pozitën e 2 gjendet futbollisti dhe ndryshe kapiteni i skuadrës së Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. Ai gjatë sezonit 2024 ka fituar 4.1 milion euro. E në pozitën e parë, ai të cilin po besoj që nuk është se ka pritur ndokush nga të tjerët. Bëhet fjalë për sulmuesin e kombëtares së Kosovës, ndryshe futbollisti i skuadrës së Mallorcës, Vedat Muriqi. Vedat Muriqi gjendet në këtë listë në pozitën e parë, ku ai gjatë vitit 2024 ka të ardhura 4.5 milion euro. A mendoni ju se gjatë vitit 2025 kjo listë e futbollistëve shqiptar do të ndryshoj? Atëherë komento.